Pasi e përdori dhe e lëshoi nga mbrojtja dhe flaka në rrugë, duke mos vepruar njësoj si me lindën e Ministrisë e Energjisë dhe Infrastrukturës, Edi Rama edhe sot i ka qarë hallin lindës së Akshit, duke e përshkruar me lot synsh si vajzën e thjesht që jeton me qira dhe nuk ka makinë për të ngarë. Po sikur Linda Karçanaj tjetë thjesht një vajzë që punon dhe nuk ka asgjë përveç shtëpisë me qira, u shpreh Rama, duke e bërë çështjen të duket më shumë si dramë rrugësh sesa si proces gjyqësor. Po sikur Linda Karçanaj tjetë krejt e pafajshme. Dhe jo një kriminele, pjesë e një grupi të strukturuar, si personazhi që ka krijuar për të nguti për të arrestuar dhe për ta masakruar me bomba artizanale, tenxhere më tenxhere, duke i vënë në kurriz vila dhe makina, ndërkohë që jeton në shtëpi me qira, dhe që, siç mora vesh, as nuk e ngjet makinën, dhe s'ka një tillë. Ndërkohë, SPAK e ka akuzuar Lindën për shkelje të barazisë në tendera dhe përfshirje në grup të strukturuar kriminal, duke e kthyer emrin e saj në tituj alarmant mediatik. Por Rama u përqendrua tek ajo që sipas tij nuk shihet, vajza që punon pa orar, që nuk ngjet makinë dhe që duhet të trajtohet si njeri, jo si kriminele me bombë në çantë. Me ironi të plot, kryeministri kujtoi tenxheret mbi kurriz dhe bombat artizanale që shpikën kundërshtarët vetëm për të treguar absurditetin e historisë. Ai e përshkroi Lindën si një figurë të pafajshme, të varfër dhe të ndershme, njësoj si ato heroinat e prallave që gjykojnë gabim vetëm sepse jetojnë me qira dhe nuk kanë makinën e luksit. Një detaj që, sipas tij, ndryshon krejt mënyrën se si duhet ta shohim këtë çështje. Njerëzit kanë të drejtën të prezumohen të pafajshëm dhe t'u jepet mundësia që të hetohen si njerëz të pafajshëm, deri kur të provohet ose jo fajësia e tyre. Është shumë e thjeshtë.